Të nderuar qytetar, aktivist dhe antar të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar zoti Albin Kurti, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur në tubimin elektoral të lëvizjes vetëvendosje. Komuna e Artanës është një komunë e cila është përfshirë në pakon e Ahtisarit dhe nga kjo pako janë bashkëngjitur shumë fshatra nga komunat e Gjilanit dhe të Dardanës, që ka pasur si qëllim ndrrimin e strukturës së popullatës në komunë. Po ashtu, komunës së Artanës ju ka trefishuar territori, si dhe popullatës së Artanës ju ka rritur edhe probleme. Si shembull konkret, njësitë i zjarrfikësve në rast të ndonjë zjarri ka të pamundur për të intervenuar në çdo cep të komunës me efikasitet, sepse fshati më i largët është 30 kilometra nga këtu. Prandaj, ne si lëvizje kemi kundërshtuar këtë centralizim, sepse nuk është bërë për hir të qytetarëve, por është bërë për arsye politike të padrejta. Në Artan, të gjithë qytetarët do të trajtohen në mënyrë të barabartë, pa dallime nacionale dhe partijake, si dhe do të bëjmë transparente punën e qeverisë lokale. Me ne nuk do të ketë shpenzime për luks. Zyrtarët tanë do të jenë të kënaqur vetëm me të ardhurat e tyre dhe nuk do të ketë privilegje shtesë. Nuk do të ketë ekskursione për zyrtarët komunal dhe nuk do të blejmë asnjë veturë për nevojat e komunës. Nuk do të ketë dreka dhe udhëtime zyrtare, por do të ketë shërbime cilësore për qytetarin. Sa i përket ekonomisë, do të ketë lehtësime për bizneset të cilat hapin vende të reja pune, duke thjeshtuar procedurat administrative, duke ulur tatimet komunale dhe duke investuar në ngritjen e infrastrukturës së nevojshme për investime. Do të rrisim subvencionet në bujqësi për naftë, farara dhe makineritë bujqësore dhe do të subvencionojmë grumbullimin dhe finalizimin e produkteve bujqësore dhe blegtarale. Do të nxisim dhe ndihmojmë investimin privat në këtë sektor, si dhe do të investojmë në afirmimin e këtyre produkteve të këtij sektori. Lëvizja vetëvendosje nuk do të lejojë ndërtime pa leje, por do të angazhojmë për respektimin e përpikt të planeve urbanistike dhe masave të sigurisë në ndërtim. Dhe ruajtja e monumenteve të trashëgimisë kulturore është prioritet e alternativës qeverise lokale. Për të gjitha këto, na duhet përkrahja juaj dhe të gjithë qytetarëve të Artanës. Prandaj, votojeni lëvizjen vetëvendosje, votojeni numrin 61. Programi i qeverisë lokal është program që përfshin nevoja direkte të qytetarëve, rrjedhimisht edhe të grave. Është program që gratë i bëjnë subjektet dhe jo objektet. Është program që përmirëson jetën e përditshme të nënave tona. Është program që stimulon që vajza studente të marrin bursa komunale. Është program që furnizon gruaja në vendimarrjen komunale dhe bën asambleistën tonë subjektën ndryshimeve të mëdha. Komuna jonë është një ndër komunat më të varfra në Kosovë, është një ndër komunat më të pazhvilluar. Kjo vjen si pasojë e kësaj qeverisje e cila po udhëheqet nga njerëz të korruptuar, nga njerëz të cilët janë në koalicion me struktura paralele të Serbisë, nga njerëz të cilët për çdo ditë e më shumë po pasurohen duke vjedhur buxhetin e komunës, duke i shtruar oborret e vetën në asfalte, të dhënë subvencione në baza familjare, partijake pa kritere. Qytetarët të nderuar, ka ardhur koha që të bëjmë ndryshime ku do të kemi shëndetësitë e mirë me njerëz profesional me orar të plot, ku do të kemi arsim cilësor, ku do të kemi bujqësi të zhvilluar. Për të bërë këto ndryshime duhet të jenë njerëz të ndershëm, njerëz të guximshëm e njerëz të dijshëm. E ne kemi edhe dijen, edhe guximin, edhe ndershmërinë. Prandaj qytetarët e komunës Artanës, votoni Zekzeken, votoni numrin 61. Tani për në fund ftoj kandidat për asamblesë komunal një nga një. Zekzeka.
Egzoneta Ramadani. Abdul Goshi. Agil Veliu. Arben Emiri. Adile Goshi. Fidan Lasaliu. Fatlin Ramadani. Qytetarë të nderuar, këta janë kandidatet për Asamblesë Komunale në Komunën e Artonës. Të dashur aktivistë dhe anëtarë televizjes vetëvendosje, zonja dhe zotrinj. Mirë se ju gjej këtu në Arton dhe mirë se vini në këtë tubim të jashtëzakonshëm televizjes vetëvendosje. Komuna Artona si vendbanim është një qytet shumë i lashtë, shumë i pasur me kulturë e me histori të largët. Qysh në shekullin 15, Artona i ka pasur 45.000 banorë. Minjera ka qenë shumë e pasur gjithmonë me plumë, zink, ara dhe argjent. Kështu vetëm në vitin 1450, në Arton janë nxerrur 6.000 kg argjent për vetëm një vit. Edhe zona urbane e Artonës është zhvilluar posaçërisht me zhvillimin e minjerës pas hapjes së saj këtu dhe lidhjes së saj me kompleksin Trepça. Mirë po, dihet që dikur këtu punësoheshin 2.000 punëtorë, e sot për shkak të problemeve me modelin e mbrapsht ekonomik të privatizimit e të likuidimit dhe problemit me statusin ligjor të Trepçës për shkak të ndarjes së Mitrovicës, në minjerë në Arton punojnë vetëm rreth 300 punëtorë. Me pushtetin e lëvizjes vetëvendosje, do të ndryshoj kjo gjendje sepse pasurit natyrore të Artonës i përkasin Artonës, i përkasin popullit Kosovës dhe ato duhet të zhvillohen në mënyrë që të përparoj edhe Artona edhe gjithë Kosova. Përderisa ishim jashtë institucioneve, ne këtë gjë do ta bëjmë posaçërisht atëherë kur do të jemi në pushtet e brenda institucioneve komunale këtu. Është pikërisht komuna juaj, ajo e cila e demanton gënjeshtrën e madhe qeveritare se decentralizimi i ka integruar serbët. Ne kemi rastin e nënkryetarit serb të komunës së Artonës, Radovan Deniqit, i cili njëkohësisht është edhe pjesëtar e madje pjesë e udhëheqjes së strukturave paralele, ilegale, kriminale e armiqësore të Serbisë që gjenden në fshatin Prekoc. Pra, ky nënkretar është dëshmi që decentralizimi mbi baza etnike nuk e sjell integrimin, por e thellon segregimin. Lëvizja vetëvendosje nuk e pranon një gjë të tillë dhe lëvizja vetëvendosje është subjekti që do ta ndryshojë një gjë të tillë. Me datën 3 nëntor, masivisht të dilni në zgjedhje dhe asisoj ta konfirmoni, ta vulosni dhe ta mbroni fitoren e vetëvendosjes, fitoren e Zekzekës, fitoren e këtyre kandidatëve për asamblenë komunale, duke rrumbullaksuar numrin 61, numrin e fitores. Ju falenderit shumë.